Zoti Kurti, thash edhe në takimin më herët, nuk keni drejt në mes të votimit me ndryshu formën e votimit. Prej kur ka kuvend, edhe para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë, kjo është e pa precedent, nuk ka ndodhur. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë dhe do t'ju shohim e do të bëhemi dëshmitar për shkak të qytetarëve që na kanë votuar në këto ujse të këtij cirku që po doni me bë, por vërtet është fyrje për këtë qytetarë që ju kanë votuar juve, kjo sjellje dhe kjo qasje edhe kjo tallje me kuvendin e Republikës. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, në votim kanë marrë pjesë kanë dhënë votën 55 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, atëherë detyrohemi që ta ndërpresim seancën, shihemi me 3 maj në orën 10. Siç edhe e patë, pra tashmë është e qartë se kush po bllokon. Pra kemi PDK-n, LDK-n, Listën Serbe dhe AK-n, të cilët pra u deklaruan që janë kundër vazhdimit, kundër zhbllokimit të procesit për konstituimin e kuvendit. Në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, konkretisht paragrafin 124, ku kërkohet apo propozohet dhe mundsohet që votimi të jetë i hapur, i fshehtë apo çfarëdo forme tjetër, në mënyrë që të konstituohet kuvendi, pra synimi është konstituimi i kuvendit e jo bllokimi, gjykata kushtetuese ka parapaçë që cila do prej këtyre formave të votimit mund të përdoret. Gjithashtu në pajtim edhe me Këshillën e Presidentes, sepse siç e dini në fillim, kur ka filluar kjo seancë konstituive me datën 15 prill, kishim një pengesë tek votimi i raportit për verifikimin e mandateve. Përgjigja e presidentes në kërkesën e kryesuesit të kuvendit, pra se si të procedohet tutje, ka qenë që si deputet, si kuvend, është në përgjegjësinë e deputetëve që gjejnë rrugë përpara për zhbllokim të situatës, e jo të shohin se si mund bllokohet. Në kuadër të kësaj, pra letra e presidentes, përgjigja e saj, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e vitit 2014, rregullorja e punës së kuvendit, pra ne në 61 paragrafi 4, që parasheh që në seanca plenare mund të ketë dhe votim të fshet, ne kemi propozuar sot si rrugdalje këtë format të votimit në mënyrë që të mundsohet ecja tutje dhe konstituimi i kuvendit. Por e patë që ishin PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe që bllokuan. Pra, ata ende pa e dëgjuar, sepse dëgjova këtu që parafolësit thanë se u kundërshtua dhe njëherë Albulena Haxhiu. Ende pa e dëgjuar kandidatin, vendosin pra që të dalin kundër. Unë besoj që zotëri Glau Konjufca do të propozonte përsëri Albulena Haxhiun, por parimisht, opozita janë kundër ende pa u propozu kandidati. Pra këtu shihet që kemi të bëjmë me blokad të procesit e jo domosdoshmë me emra të përvetshëm siç ata po pretendojnë. Pra, kemi provu gjithë çka që është e mundur. Kemi ftu edhe sot në takim. Kryeministri Kurti ka ftu 2 kryetarët e partive tjera opozitare, pra që janë më të mëdhajat me radhë, si pas ulseve në kuvend, për konsultime, ashtu siç është kërkuar nga gjithë, sepse duhet gjejmë një rrugë përpara, dhe keni pa që LDK s'ka ardhur fare në takim, bile mendzi s'kan pritur që të përgjigjen kundër, pra shihet qartë që s'ka vullnet që të zgjidhet blokada, pra që të zhbllokohet procesi, ndërkaq PDK kanë ardhur në takim, por e kanë përsëritur argumentin që
pozita e nën kryetarit u takon atyre me kushtetut, u a garanton kushtetuta dhe s'kan çfarë të diskutojnë. Pra këto janë fjalë dhe ky është argumenti që edhe ne po e përdorim, e njëjta qëndron për kryetarin. Pra, kryetari, pozita e kryetarit i takon fituesit të zgjedhjeve për ta propozuar dhe nuk do duhet të ishte pjesë e diskutimit. E njëjta gjë vlen edhe për nën kryetarit. Është po i njëjti nen i kushtetutës, është neni 67 që flet për kryetarët dhe nën kryetarët. Pra në të njëjtin nen funksioni është i njëjtë. Pra në funksion janë të njëjtë, nuk ka fare dallim pozita e kryetarit me nën kryetarët sa i përket funksionit dhe përfaqësimit politik. Dallimi i vetëm në kushtetutë është hierarkia. Pozita e kryetarit është më lartë, nën kryetarët janë në rast se mungon kryetari. Tani mund të marrim edhe pyetje. Nuk ka ndryshim të qëndrimit bllokues nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Por më keq, ata sot shkuan edhe bënën shkeljet hapën kushtetuese. Me ftun votim të msheft, në kohën kur ka fillu votimi tashmë dhe ka dështu so herë, është absolutisht e palegjshme dhe jo kushtetuese. Po e përcëres që po më vjen keq në çfarë situate po e vendosin Avni Deharin, vetëm për shkak të moshës së tij, është një keqpërdorim absolut i një deputetit Kuvendit Kosovës, gjë që më vjen keq që po e pranon këtë rol, po kjo është pak e rëndësishme në raport me arbitraritetin e lëvizjes vetëvendosje që më të rëndësishme po e konsideron Albolena Haxhiun se so Kuvendin e Qeverinë e Republikës Kosovës. Qytetarët i ftoj me mendu që të mund. A janë më të rëndësishëm ata që i kanë votu këta njerëz, a është Albolena Haxhiu. Sepse nëse është Albolena më e rëndësishme, atëherë ne diçka s'po dim. Nuk guxon me u keqpërdorur në këtë formë Kuvendi i Kosovës. Është vërtet e turpshme, është e pahishme, është fyese ndaj qytetarëve që e kanë votu se cilin për deputetve këtu, por po duket që zoti Kurti duke mos i pas numrat për me u bë kryeministër, ka vendos me vazhdu talljen edhe me kandidatën Haxhiu, po fatkeqësisht edhe me krejt qytetarët e Kosovës. Besoj që shihemi pas nesër. Urdhë? Po ju thashën po nuk bëhet kjo punë. Nuk mundet me ndodh. Ka kuptim votimi msheft kur janë dy kandidatë. Kur janë dy kandidatë, ka një farë kuptimi. Ai mundesh me thonë kjo saj, po në këtë rast nuk vlen, sepse është veç një kandidate, duhet me qenë një, duhet me propozu partia e parë. Po frika e këtyne, po besoj me u bo horë, se këta duhet me kuptu që janë ka bohën horë. Po ma mërmene është duke i shti në avantura jo kushtetuese të përçudnuara. S'ka në arsyetim, ta veç janë du me thonë duke gjetë, duke... Po jo, bës që ju sheni 55 vota i kanë. As 57 që i kanë posë më herët, s'po më rinë me i bo. I kanë 55. Nuk ka lënë Albolena Haxhiu. Këto e din, zoti Kurti. Unë e besoj që e din se cili deputet i Kuvendit Kosovës. Çdo qytetar tashmë, çdo votues i vetëvendosjes. Nëse se din çepi u thonë njerë, nuk ka lënë Albolena Haxhiu. Pik. Nëse dëshiron me mojt bllokum shtetin, për shkak të Albolenës dhe na shpjegon çfarë borxhi ka. Ama qytetarët nuk i kanë bërgj Albin Kurtit për mi mojt bllokum venin se u tek me buni shoqet i kryetarët Kuvendit. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, edhe njerë shpreh keqardhjen tonë për dështimin e radhës në konstituimin e Kuvendit të Republikës e Kosovës, pos dështimeve sot si që patu bë edhe një shkelje tjetër kushtetuese ligjore me arbitraritet në një proces të votimit i cili tashme ka filluar dhe ka një kohë të gjatë, u tentua që të ndryshohet mënyra e votimit. Në fakt, rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës përcakton mënyrat e votimit, për çfarë do lloj votimi, që është e fshehtë dhe është mënyrë e hapur. Mirë po, kjo përcaktohet në fillim të procesit. Asnjëherë në histori të institucioneve të Republikës së Kosovës nuk ka ndodhur që të ndryshohet procesi dhe është shkelje në qoftë se një proces i tillë, domethënë mënyra e votimit ndryshohet pasi që të ka filluar procesi. Neve na vjen keq që Kuvendi dhe institucionet e Republikës së Kosovës nuk po konstituohen,
sot në vend se të kishim institucione të cilat do të merreshin seriozisht me problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, me inflacionin, me çmimet e larta, me anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për ngritjen e tarifave vetëm për qytetarët e vendit, duke përjashtuar këto 4 komunat veriore, domethënë vetëm për qytetarët me shumicë shqiptare. Ne sot në Kosovë flasim për një emër të vetëm, për emrin e Albulena Haxhiut. Qytetarët e këtij vendi, në veçanti ata që kanë votuar me shumicë, 42% që kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, duhet ta dinë që jemi duke shkuar drejt një procesi të zgjedhjeve. Dhe po shkojmë zgjedhje, jo sepse si parti politike atje në sallë nuk po pajtohemi se si ta adresojmë inflacionin, nuk po pajtohemi se si ta luftojmë mafinë energjetike, nuk po pajtohemi për mënyrën e arsimit, si me ecë përpara, për zgjidhjen e problemeve të rinjeve, për papunësinë e plot probleme të tjera, po sepse partia fituese, e cila i ka 48 vota, 48 ulëse në kuvendin e Republikës së Kosovës, e ka një problem dhe një problem të vetëm. Ata i kanë reduktu problemet e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës në emrin e Albulena Haxhiut. Dhe në qoftë se shkojmë zgjedhje, shkojmë jo për shkak se nuk po kemi mundësi të zgjidhim problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse lëvizja vetëvendosje po refuzon të konstituojë institucionet dhe të merremi seriozisht me këto probleme, po dëshiron të përsërisim zgjedhjet për ta bërë zonjën Haxhiu kryetare të kuvendit të Kosovës. E me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo nuk do të bëhet kryetare as edhe pas një procesi zgjedhor. E po të rrjedhen dhe zhvillimet që ndodhen në seancën plenare, duke qenë deputete për shumë mandata asnjëherë gjatë konstituimit të kuvendit nuk ka ndodhur një formë e tillë votimit, apo një tendencë me bo një cirk në kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është dashur të sigurojë 61 vota për votimin e kryeparlamentarit, jo të kaloj në këto seanca të tilla e cilat vërtet nuk është në rregull. Kosova po mbahet peng për një kandidat. Alianca ka dashur me dhonë zgjedhje, ka propozuar 2 emra, të cilët vetë lëvizja vetëvendosje nuk i ka pranuar, dhe ata janë lidh me një emër që është emri Albulena Haxhiut, e cila në fakt nëse tentohet 5-6 herë, 7 herë të votohet dhe nuk merr votat e mjaftueshme, përkundrazi prej seancë në seancë po zvoglohen votat e lëvizjes vetëvendosje, është dashur të tërheq, të jep rrugë ndonjë kandidati që ndoshta ka qenë e mundshme me i marr votat e deputetëve, qoftë PDK-s apo të LDK-s apo të AK-s, mirë po këta duke e parë që nuk i kanë votat, nuk po i sigurojnë votat, janë lidh me emrin Albulena Haxhiut dhe tash Kosova duhet mbetet peng i Albulena Haxhiut. Vota jonë e keni pa, nuk kemi marrë pjesë, kemi thonë që s'do të marrim pjesë në këto forma dhe këto ekzibicionin që përbën lëvizja vetëvendosje dhe asnjëherë nuk do të bëhemi pjesë e lojrave të tilla të cilat organizohen. Dështuan në formimin e një komisioni, nuk ishin vota dhe tash shohim se çfarë do të ndodhë në seancën e pasnesërme. Faleminderit. Siç kanë thënë edhe në kaluar, konstituim të kuvendit dhe qeverisë si në të kaluarën e gjithmonë, vështirë të bëhet pa një marrëveshje politike, koalicionit i cili e përcakton, e definon dhe vendos shumicën parlamentare. Dhe ajo shumicë zgjedh kryetarin e kuvendit dhe zgjedh dhe qeverinë dhe qeverisë me vendin sipas mandatit ligjor të dhënë nga qytetarët e Kosovës dhe sipas ligjeve e Kushtetutës së Kosovës. Shpresoj e besoj ato që tash një kohë jam duke i thënë, njerëzit ta kuptojnë. Kjo është rruga që ndërtohen institucionet, kjo është rruga që bëhet politika gjithku në botë, kështu është bërë Kosovë deri me tani. Marrëveshje politike duhet të ndërtohen para se mu fut në kuvend dhe ajo shumicë pastaj udhëheq në ndërtimin e institucioneve prej kryetarit të kuvendit e den qeveri. Dhe po pres dhe po besoj që kjo shumë shpejt do të ndodhë, sepse kjo është interesi i vendit tonë i Kosovës. Për më tepër, besoj masi të kryet seanca, jam i gatshëm të zgjeroj bisedën. Po të një parafrim mes juve dhe lëvizjes vetëvendosje. A nuk pat marrëveshje politike? A do më skuqat.